kryetarë në konferencë për shtyllët Partizani për numër në praktësisë javës 25 përballë Flamurtarit në Vlorë, takimi që do zhvillohet ditën e nesër në stadiumin Flamurtarit. Si gjithmonë, trajneri Ortega Kornaja, që do përgjigjet pyetjet tuaja. Profesor, përballë Flamurtarit me objektiva të ndryshme, ju për Final Four, ata për mbijetesën. Si e keni përgatitur këtë sfidë? Përshëndetje, sigurisht që është një sfidë shumë e rëndësishme për ekipin tonë, pa ashtu edhe për Flamurtarin. Pavarësisht pozicionit që ka Flamurtari në renditje, është një ndeshje mjaft e vështirë. Këto e kanë treguar edhe 2 ndeshjet e kaluara me Flamurtarin që janë zgjidhur me episode. Flamurtari ka lojtarë cilësorë të cilët mund të bëjnë shumë keq në momente të caktuara, prandaj është një ndeshje e rëndësishme. Kështu që sigurisht ne do hyjmë për 3 pikë, sepse për atë lutë futbolli që të hyjmë për të fituar. Por e lëm fushës për më shumë. Profesor, si është gjendja e skuadrës? Kush janë mungesat dhe rikthimet nga dëmtimet? Gjendja e skuadrës është e mirë, të them të drejtën, si ana fizike, po ashtu edhe ana psikologjike, që janë shumë mirë djemë. Sa për mungesat, ne nuk kemi ankuar asnjëherë për mungesa, kemi pasur vërtet shumë mungesa gjatë gjithë sezonit, mbi 10 veta çdo ndeshje, por madhësia e këtij klubi këtu është që edhe pse ka pasur shumë mungesa, kemi pasur lojtar për t'i zëvendësuar, sepse e kam theksuar më përpara që Partizani është grup, nuk varet nga individi. Sa për rikthime, nuk është se kemi mungesa diet, mungesa Buxhela, mungesa Dumbias, janë të sigurta nga ato ndeshjet e fundit. Profesor, dihet Dinamo bën një hap fallc, ndërkohë që ju jeni në luftë për Final Four. Sa presion ka mbi skuadrën dhe ju personalisht? Të them të drejtën, presion nuk ka fare, është përgjegjësi më shumë themon se sa presion. Dihet Partizani, emri, emblema, historia Partizani gjithmonë do luftoj për trofe dhe për të renditur sa më lart në garën e klasifikimit, kështu që nuk kemi presion. Thjesht përgjegjësi për të bërë punën e mirë që kemi nisur, për të vazhduar. Sigurisht për të marrë ne do të hyjmë për 3 pikët, që të vazhdojmë përpara, nuk shohim fare kush është përpara, kush gabon, kush nuk gabon. Ne kemi vetë fatin tonë në dorët tona, nuk varemi nga askush tjetër. E priste Kornaja këtë ecuri prej fillimit kur e mori skuadrën në pozitat e fundit të tabelës? Sigurisht e prisja, kam thënë, madje më të madhe, shumë nuk kanë besuar, e prisja duke parë grupin, ambientin, klubin, të gjithë bashkë, që jemi nga i parë tek i fundit, e prisja që të jemi konkurrues për të arritur Final Four, ndoshta arrihet, ndoshta nuk arrihet, të do ja lëm kohës, por për qenë konkurrues e kam thënë që në fillim dhe vazhdoj ta besoj, sepse grupi është, djemtë janë, klubi është, çdo gjë po shkon siç duhet, siç e kemi menduar, pavarësisht me ndonjë gabimi që mund të kemi bërë rrugës, me ndonjë ndeshje që ndoshta do të ishim pak më mirë me disa gabime të vogla në minutat e fundit, por tashmë, siç e thash më përpara, çdo gjë është në dorën tonë, nuk është se varem nga të tjerë, ne do shohim vetëm ndeshjet tonë dhe ndeshjen e radhës, asgjë më shumë.